مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي مولاي إني سائر للدين حتما سائر فالقدس صاحت الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين صدق الله العظيم Falenderimet I takojnë Allahut fuqi plot. Përshëndetjet tonë e dërgoj Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre besimtarëve të cilët e ndjekin rrugën e Muhammedit alayhi salatu wassalam. Gjematin nderuar, Allahu xhaleshanuhu në Kur'anin famëlart në surën El-Hajj thot: Dhe ka njerëz që adhurojnë Allahun sipas levërdisë së interesit. Nëse I përcjell fati, ai qetësohet. E nëse godet fatkeqësia, ai kthehet në mohim, e kështu thot e humb këtë botë dhe botën tjetër. Kjo me të vërtetë është e thot një humbje e vërtetë ose një humbje e qartë. O minë nasi me nja'budu Allahe ala harf. Dhe ka njerëz të cilët e adhurojnë Allahu xhaleshanuhu sipas interesit. Çfarë është ibadeti? Ibadeti është të adhurojsh Allahu xhaleshanuhu, ti respektojsh urdhrat të cilat I ka caktuar Allahu xhaleshanuhu që të respektohen dhe të largohesh prej sendeve gjërave të cilat I ka ndaluar Allahu xhaleshan. Do me thonë, ti bëjsh halalet dhe tu hikish harameve. Kjo është ibadet. Wa minan nasi men ya'budu Allahe ala harf. Dhe ka thët shumë njerëz të cilët Allahu xhaleshanuhu e adhurojnë në bazë të interesit. Pra, ti bëjsh halalet, tu largohesh harameve. Dhe kjo është ajo të cilën Allahu xhaleshanuhu e ka kërkuar prej të gjithë njerëzve, por ka kërkuar që këto ibadete të cilat Allahu xhaleshanuhu I ka caktuar, qofshin të lejuara ose të ndaluara të cilat duhet tu hikina, njeriu t'i bëjë në vazhdimsi. Njeriu t'i bëjë çdo herë. Ta kuptojë se edhe e mira edhe e keqja të cilat I ndodhin njeriut gjatë jetës së tij fatkeqësit, të dihet që janë një lloj sprove prej Allahut xhaleshanuhu. Të adhuroj Allahun xhaleshanuhu me iman të plot, të adhuroj Allahun xhaleshanuhu me vendosmëri. Për arsye se kur njeriu nuk është I vendosët në imanin e tij, nuk është I vendosët në adhurimin ibadetet ndaj Allahu xhaleshanuhu, është I luhatshëm, është I lëkundshëm në ibadetet e tij,
kur e godet ndonjë e mirë e vazhdon në rrugën e vete, ta adhurojë Allahun xhalleshanu. Kur e godet ndonjë e keqe e haron Allahun xhalleshanu. Wa minan nasi men ya'budu Allaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Njeriut ose ne si njerëz xhamati nderuar jemi krijuar prej momentit të parë të sprovohena. Prej momentit të parë kur njeriu, kur Allahu xhalleshanuhu ju drejtua krijesave të tij se kush do ta marrë amanetin e Allahut, njeriu si krijesë tha unë o Zot e marr amanetin. Dhe amaneti të cilin Allahu xhalleshanuhu ja dha njeriut me vetë dëshirën e njeriut ishte përgjithësia, ishte e drejta që të zgjedhësh. Dhe kur e ke të drejtën të zgjedhësh, normalisht që gjatë jetës do të sprovohesh, që normalisht jeta jote do jetë me batica dhe zbatica, do të jetë me momente të mira dhe do të jetë me momente të këqija. Prandaj muslimoni, individi duhet të jetë prej në start i përgatitur që të ballafaqohet me të gjitha fatkeqësitë, vuajtjet, problemet të cilat do t'i paraqiten gjatë jetës së tij. Për arsye se Allahu xhalleshanu u thot: "Kella innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna." Thot njeriu thot me të vërtetë thot kur e shethot se ka bo një pasuri, ka disa dinar në xhep, njeriu mendon se ai është e Zot. Në ajetin tjetër thot Allahu xhalleshanuhu: "Wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitnatun wa ilayna turja'un." Dhe ne juve do t'ju sprovojmë edhe me të mira edhe me të këqija. Edhe e mira edhe e keqja është e sprov prej Allahu xhalleshanu dhe thot: "Wa ilayna turja'un." Dhe ke ne do të ktheheni të gjithë o ju njerëz. Pra momentin e parë kur ne xhamati nderuar si krijesë zgjodhëm të drejtën të zgjodhëm të drejtën të sprovohemi. Dhe mos mendoje ndonjë njeri se këtë botë do ta kaloje pas prova. Dikondin Allahu xhalleshanuhu e ka sprovuar me vuajtje të rënda. Dikondin Allahu xhalleshanuhu e ka sprovuar me probleme të rënda gjatë jetës së tij. Dikondin Allahu xhalleshanuhu e ka sprovuar me të mirat e tij. E ka sprovuar me pasuri, e ka sprovuar me pushtet, e ka sprovuar me të gjitha gjonat e mira, por varësisht prej njeriut, prej individit se si i kupton sendet. Dikush i mund të mendoje se Allahu xhalleshanuhu më ka sprovuar mua me varfëri, më ka sprovuar me sëmundje, më ka sprovuar me probleme të ndryshme familjare, se Allahu xhalleshanuhu nuk më don. Tjetri mund të thotë se Allahu xhalleshanuhu më ka dhënë pasuri, më ka dhënë fëmijë, më ka dhënë të mira, se Allahu xhalleshanuhu mua më don. Allahu xhalleshanuhu të gjitha krijesat e tij, njerëzit në veçantë, Allahu xhalleshanuhu i don, por Allahu xhalleshanuhu krijesat e tij, njerëzit i sprovon. Atë të cilin Allahu xhalleshanuhu e ka sprovuar me fatkeqësi, e ka sprovuar me sende të këqija të cilat njeriu nuk mund t'i durojë në këtë botë. Ndoshta ato janë që Allahu xhalleshanuhu njeriu ta largoje prej problemeve më të mëdha me të cilat mund të ballafaqohet në jetën e tij. Allahu xhalleshanuhu në Kur'anin famëlar thot: "Wa lanudhiqannahum min al-'adhabi al-adna duna al-'adhabi al-akbar la'allahum yarji'un." Dhe ne njerëzve do t'u tërheqim vërejtjen me sprovime, me dënime më të vogla përpara dënimit më të madh. Ndoshta njeriu nuk është i vetëdijshëm se në atë sprov, në atë hall të cilin Allahu xhalleshanuhu ja ka çuar atij,
është në realitet në të mirën e njeriu. Asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Ndoshta njeriu e don diçka, mendon se është e mirë, por realitet thot Allahu xhaleshanu ajo është e keqe për atë, dhe ndoshta njeriu thot nuk e don një gjë. E qërton vetveten, e akuzon vetveten, vejton sepse më ka ndodhur mua kjo. Në realitet tek Allahu xhaleshanuhu ajo sprov mund të jetë për të mirën e vetë njeriu. Për arsye se Allahu xhaleshanuhu, xhamati nderuar, është i gjithdijshëm. Allahu xhaleshanuhu neve na njeh më mirë se sa e njohim ne vetveten. Allahu xhaleshanuhu dim për ne ato gjëra të cilat ne nuk i dim për vetveten. Allahu xhaleshanuhu është krijuesi jon, ai është i gjithdijshmi dhe ai me diturinë e tij të pafundme njerëzit i sprovon. Edhe me të mira, por i sprovon edhe me të këqija. Dikondin Allahu xhaleshanuhu e sprovon me të mira, të tregohet se çfarë njeriu në realitet është ai. Për arsye se kella innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Njeriu kur bën një sasi të caktuar të pasurisë, bëhet pasanik, mendon se është dikush, mendon se është Zot, dhe atëherë tregon tërë ato që e mshefën në brendin e tij. Tregon në realitetin, tregon personalitetin e vet. Prandaj edhe Allahu xhaleshanu thotë wa minan nasi men ya'budullaha ala harf. Ka njerëz të cilët e adhurojnë Allahun xhaleshanuhu sipas interesit. Fe in asabahu khairun itma'anna bihi. Kur i vjen ndonjë e mirë, atëherë të qetësohet. Por arsye se kjo është në interesin e tij, kjo është një e mirë, mendon se Allahu xhaleshanuhu me këtë që ja ka dhënë këtë të mirë, Allahu xhaleshanuhu e don. Wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah. E kur e godet thot një fitne, një sprov, atëherë krejtat punat, ibadet të cilin e ka bë, e kthen në mohim. Fillon të dishojë në Allahun xhaleshanuhu, fillon të mohoje të mirat e Allahut xhaleshanuhu. Pse? Për arsye se njeriu është mësuar që të sprovohet ose të i vinë vetëm të mira. Kur i vinë të këqija, e haron Allahun xhaleshanuhu. Në jetën tonë të përditshme, xhamati nderuar, ne kemi parë dhe do të shohim njerëz të cilët i shef se vinë e vizitojnë xhamin, falen. I shef njerëz të cilët agjerojnë, i shef njerëz të cilët janë dordhan. Dhe gjithë kjo kur ai është në një gjendje të mirë. Qoftë materiale, qoftë shëndetësore, qoftë ajo familjare. Por kur të njëjtin person e godasin fatkeqësitë, dhe fatkeqësitë janë pjesë përbërëse e jetës së njeriu, askushi nuk mund të shpëtojë atyre. Kur i vin ndonjë e keqe, kur i ndodhen ndonjë sprovë Allahu xhaleshanuhu, e haron Allahu xhaleshanuhu, e haron edhe xhamin, e haron edhe namazin, i haron edhe obligimet e veta të cilat i ka ndaj të varfërve dhe kështu me radhë. Pra krejtësisht shndrohet në një njeri tjetër. Pse? Për arsye se ki njeri Allahu xhaleshanuhu e ka adhuruar, i ka bërë ibadet për interes. E ka adhuruar Allahu xhaleshanuhu kur ka qenë mirë, kur ka pas, kur ka qenë i shëndosh. E kur varfërohet, kur bëhet fukara, kur Allahu xhaleshanuhu e sprovon me ndonjë smundje, me ndonjë problem të ndryshëm, atëherë e haron Allahu xhaleshanuhu dhe thot, ka u gjet kjo të ndodhje edhe mu. Pra interesi i atij ka qenë që Allahu xhaleshanuhu çdo herë të japë të mira dhe asnjëherë të mos e sprovoje. Duke haruar se sprovat, problemet, fatkeqësitë janë pjesë përbërëse e kësaj jete. Nuk ka njeri
të pasprovuar. Dhe njerëzit të cilët më së shumti janë sprovuar prej Allahu xhaleshanuhu janë pejgamberët. Më pas janë besimtarët me besim me iman të fortë, por arsye se jo çdo kushi mund t'i përballoje fatkeqësi. Pejgamberi alayhi salatu vesselam thot kur Allahu xhaleshanuhu e don dikandin, ato edhe e sprovon. Por arsye se në sprova, në fatkeqësi, në probleme, shihet besimi i sinqert i çdo individi. Se ti je shmer, ti je në bollok, Allahu të ka dhuruar pasuri, të ka dhuruar, të ka dhënë shëndet, të ka dhënë familje, nuk ke asnjë problem, edhe i bën ibadet Allahu xhaleshanuhu është shumë normale, por të besosh në Allahu xhaleshanuhu, të adhurosh Allahu xhaleshanuhu edhe atëherë kur do jesh fukara, të adhurosh Allahu xhaleshanuhu edhe atëherë kur do sprovoje me smundje, të adhurosh Allahu xhaleshanuhu edhe atëherë kur Allahu xhaleshanuhu do të japë ndonjë fatkeqësi, do të çojë ndonjë fatkeqësi në jetën tënde, në familjen tënde, kur do të adhurosh Allahu xhaleshanuhu në këtë gjendje, atëherë ti e ke besimin e fortë në Allahu xhaleshanuhu. Wa minan nasi man ya'budu Allaha ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah dhalika huwa al-khusranul mubin. Të adhurosh Allahun xhaleshanuhu në të mirë, por të adhurosh Allahun xhaleshanuhu edhe në vështirësi. Pse për arsye thot Allahu xhaleshanuhu kur njeriu i cili adhuron Allahun xhaleshanuhu për interes, kur e godet ndonjë fatkeqësi, thot dhalika huwa al-khusranul mubin. Kur e godet ndonjë fatkeqësi, thot ai thot e humbon edhe këtë botë, por e humbon edhe ahiretin. Dhe kjo thot është humbja e vërtet. Me thonë, besimtari, muslimani, duhet ta kuptoje një gjë, se si krijese Allahu xhaleshanuhu është e krijuar të sprovohet. Jemi të krijuar në këtë botë që të sprovohemi. Dhe më i miri në mesin tonë është ai njeri i cili edhe kur është në gjendje të mirë, por edhe kur i ndodhin fatkeqësitë, vazhdon të njëjtën rrugë. E ajo është besimi në Allahun xhaleshanuhu me sinqeritet dhe qëndrueshmëri. Jo kur do të sprovohet të lëkundet sepse më ndodhi kjo mua, ku më gjet kjo mua. Por arsye se kur njeriu është i luhatshëm në besimin e tij dhe kur sprovohet në këtë botë, dhe të gjithë ne jemi sprovuar dhe do të sprovohemi, por rase ne jemi me iman, besojmë në Allahun xhaleshanuhu me iman të sinqert, atëherë nëpërmjet sabrit, durimit, ballafaqimit me fatkeqësitë ashtu siç i ka caktuar Allahu xhaleshanuhu për ne, ne e fitojmë edhe këtë botë, por e fitojmë edhe botën tjetër, ahiretin. Dhe në rast se ndodh e kundërta, që njeriu kur i ndodhin fatkeqësi dëshpërohet, del prej binarëve të imanit të cilin e kemi zgjedhur vetë, atëherë e humbon këtë botë, por humbja e kësaj bote do me thonë humbja edhe botës tjetër e cila është e amshueshme. Prandaj besimtari sinqert Allahu xhaleshanuhu nuk e adhuron për interes. Por arsye se të adhurosh Allahun xhaleshanuhu për interes do me thonë se je i dobët në iman. Besimtarët e adhurojnë Allahun xhaleshanuhu për arsye se ai është i krijuesi i tyre dhe meriton adhurimin, dhe se besimtarët besojnë se prej Allahu xhaleshanuhu vijnë edhe sprovat me të cilat Allahu xhaleshanuhu e matën imanin, qëndrueshmërinë tonë në besim. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل صدق الله العظيم. Falenderimet I takojnë Allahut fuqiplot. Përshëndetje tonë dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre besimtarëve të cilët e ndjekin rrugën e Muhammedit alayhi salatu wassalam. Xhamati nderuar, 20 shkurti është dita ndërkombëtare e të drejtave sociale. Allahu Gjellëshanuhu në Kur'anin famëlart dhe nëpërmjet traditës së pejgamberit alayhi salatu wassalam ka urdhëruar për drejtësi në çdo gjë. Dhe pikrisht pa drejtësia e cila ekziston në mesin e njerëzve ka detyruar Kombet e Bashkuara që të caktojnë data historike ku njerëzimit dhe njerëzve do t'u rikujtojnë obligimet, përgjegjësitë të cilat I kanë dhe njëri tjetrit. Pasi që xhamati nderuar, Allahu Gjellëshanuhu e shpalli Kur'anin famëlart si libër program jete, Allahu Gjellëshanuhu në të ka vendosur rregulla dhe dispozita. Allahu Gjellëshanuhu ka rregulluar të gjitha çështjet të cilat janë të dobishme për njeriu dhe njeriu e ka larguar nga çdo gjë e cila është e dëmshme për vetë njeriu. Por për fat të keq njerëzit, në veçantë muslimanët, në këtë segment në jetën e tyre të përditshme kanë dështuar. Kanë dështuar për arsye se janë larguar prej udhëzimeve të Allahut Gjellëshanuhu. Allahu Gjellëshanuhu, xhamati nderuar, të drejtën sociale e ka rregulluar nëpërmjet dy çështjeve, çështjen e drejtësisë dhe nëpërmjet çështjes së solidaritetit shoqëror. Të flasish për drejtësi duke u bazuar në Kur'anin famëlart dhe duke vepruar sipas Kur'anit famëlart është shumë e lehtë, por drejtësinë ta realizosh në praktik në mesin e muslimanëve është shumë e rëndë. Allahu Gjellëshanuhu thotë wa idha hakemtum bejne nasi en tahkumu bil adl. E nëse ju gjikoni në mes njerëzve, të gjikoni me drejtësi. Të gjikoni duke praktikuar drejtësinë të cilën e ka vendosur Allahu Gjellëshanuhu. Dhe në këtë segment, kur bisedohet për të drejtën sociale, kemi fjalën të drejtën e njeriut për shkollim, kemi fjalën për të drejtën e njeriut për punë, kemi fjalën për të drejtën e njeriut për asistencë fëminore, kemi fjalën për të drejtën e njeriut për asistencë kur është I papunë, kemi fjalën për të drejtën e njeriut për penzion dhe kështu me radhë. Do të thonë të gjitha të mirat të cilat njihen në mesin e njerëzve, por për fat të keq në mesin e muslimanëve sikur këto sende kanë ngecur. Edhe pse sistemi I parë I së drejtës civile, ku njeriut I garantohen të gjitha këto të drejta, është Kur'ani famëlart, është tradita e pejgamberit alayhi salatu wassalam, I cili sistem bazohet tam në drejtësi e cila nuk bën dallim në mes ngjyrës, gjuhës dhe fesë. Të gjitha antarët e shoqërisë të cilët jetojnë në shtetin islam I gëzojnë të gjitha të drejtat të barabarta. Pasi që parimi I cili është ndërtuar kjo në shoqërinë islame është drejtësia për të cilën Allahu Gjellëshanuhu e kërkon prej njerëzve. Dhe çdo herë kur njeriu do të anoje, nuk do të veprojë sipas urdhrave të Allahu Gjellëshanuhu, do të dështoje. Dhe këtë për fat të keq çdo ditë e shohim në mesin e muslimanëve. Është absurde në mesin fjalave të muslimanëve të shteteve arabe të cilat e kanë pasurinë e naftës dhe të gazit, të cilat prodhimin vjetor e kanë në rritje fjalave për 33%, prodhojnë 12 milion fuqi naftë në ditë dhe atje të kiesh fukara. Është absurde kjo.
Dikur në shtetin islam në kohën e Omer ibn Abdulazizit nuk ka pasur fukara, nuk ka pasur njerëz të cilën ta marrën zekatin, por arsye se niveli i pagesës së zekatit, i dhënies së obligimeve ndaj shtetit, i shpërndarjes së pasurisë së shtetit në mënyrë të barabartë në mes të gjithë njerëzve, ka qenë me drejtsinë të cilën e kërkonte Allahu xhaleshanuhu. Prandaj atëherë Omer ibn Abdulaziz i tha fjalën e tij shumë të mirënjohur: merrni drithra, shpërndanje, derdhni një përmale që të mos ngordhin shpezët në shtetin e muslimanëve. Pra, kur mbisundon, kur udhëheq drejtësia të cilën e kërkon Allahu xhaleshanuhu, kjo është e gjendja. E kur punohet me padrejtësi, me zullum, është e gjendja të cilën ne e kemi sot. Shtete shumë të pasura, njerëz të cilët vdesën për bukë. Kjo është e mungesa e drejtësisë në mesin e muslimanëve. Dhe parimi i ditë mbi të cilin Allahu xhaleshanuhu e ka ndërtuar këtë është solidariteti shoqëror, që do të thotë se secili individ në shoqëri e ka peshën e vete. Secili t'i takojnë të mirat, por secili ka edhe përgjegjësi ndaj asaj shoqërie. Udhëheci ka për obligim që të këshillohet me njerëzit. Njerëzit, popullata e kanë për obligim ta këshillojnë udhëhecin, e jo ashtu siç ndodhen sot në mesin tonë. Nëse këshillon ose nëse kritikon, thuan se ky është me filon partin, ai është me fallon partin. Nëse folon merr, ky është me këto të pushtetit. Përderisa muslimanët veprojnë në këtë mënyrë, nuk ka solidaritet shoqëror, muslimanët janë në këtë gjendje. Përderisa udhëheci nuk është në gjendje ti ndëgjoje hallet e popullatës, përderisa udhëheci nuk është në gjendje ta ndihmoje popullatën, s'ka nevojë që të udhëheqës. Përderisa popullata nuk është ajo e cila e këshillon, e cila ja tërheq vërejtjen, udhëhecit edhe ajo popullat nuk e meriton të ketë një udhëheqës të mirë. Tregohet se Omeri radiallahu anhu, i cili shpeshherë merret si shembull pasi që është simbol i drejtësisë, në mimberin e xhamisë së pejgamberit alayhi salatu wassalam tha: o ju njerëz, ta nëse më shihni mua se kam devijuar prej rrugës së drejtë, më drejtoni, më këshilloni. Njëri prej të pranishmëve i tha: do të këshillojmë dhe do të drejtojmë edhe me shpatat tona. Omeri, i cili tham njihet si simbol i drejtësisë, nuk u idhnua me këtë njeri, nuk e sulmoi këtë njeri, por tha: falenderimet i takojnë Allahut, i cili në mesin e popullatës të cilën e udhëheq Omeri të ketë njerëz të cilët do t'ja kujtojnë kur do të devijoje. Prandaj edhe ato si shoqëri ishin të parët të cilët i vendosën këto rregulla, me të cilat rregulla sot mburet perëndimi dhe jo muslimanët. Mburet perëndimi dhe jo muslimanët. Por arsye se secili prej neve, xhamati nderuar, punon jashtë. Dhe secili prej neve thot se shtetet perëndimore janë shtete sociale. Njeriu të papunë i ndihmojnë. Ati që është refugjat që ikën atje i ndihmojnë. Shkon atje, nuk njeh askënd, të ofrojnë punë. Nëse nuk të ofrojnë punë, të ofrojnë asistencë që ti të mos vdesësh për bukë. Dhe ky sistem në Evropë nuk ka filluar të praktikohet para vitit 1883, kur kancelari Gjermani asaj kohe Bismarcku filloi ta praktikoje këtë sistem e drejtën sociale. Të tjerët dhe ne mburena me të tjerët, habitena me të tjerët, se si kanë arritur, por harrojmë se bazat e kësaj të drejtës sociale janë në islam. Por neve nuk na ka kërkuar shfaj që prej islamit dhe prej muslimanllokut e kemi vetëm emnin dhe lavdëraja, kurse të tjerët, duke i parë mirësitë e atij sistemi në islam, e kanë kopjuar dhe sot ato njihen si shtete sociale, ku u ofrojnë ndihmë të gjithë njerëzve, i cili tham, si koncept dhe si parim ekziston në islam.
Përderisa ne xhamati nderuar, Kur'anin, të cilin Allahu xhaleshanu e ka dërguar si program jete, përderisa atë nuk e lexojmë dhe nuk e praktikojmë, ne do ta kritikojmë vetveten dhe ne do të ngelim atij ku jemi. Të tjerët, duke u treguar më të mençur se ne, i kanë marrë të gjitha ato mirësi të cilat ekzistojnë në këtë libër dhe sot gëzojnë një mirëqenie sociale, gjë të cilën nuk e gëzojmë ne si musliman. E kanë marrë prej Kur'anit dhe na kanë kaluar neve. Ne kemi në Kur'an, deklarohemi se i besojmë atij Kur'ani, por punët nuk na bojnë. Kurse të tjerët nuk i besojnë Kur'anit, nuk i besojnë Muhammedit alayhi salatu wassalam si pejgamberi i fundit, por ajo që është e mirë në Kur'an e kanë marrë dhe ja ku kanë arritur. Ne i kemi lënë të gjitha ato të mira, pasi që Kur'ani famular është i gjithi me të mira, ja kemi lënë atë mbasdore dhe ja ku jemi sot. Dhe ne mund të thuana shtetet islame, bota arabe, kjo ajo, por realiteti është se as kërkundi në botë në mesin e muslimanëve nuk punohet me Kur'an. Sikur të ishte punuar me Kur'an, në Arabinë Saudite nuk mund të gjishe fukara, por arsye se është shtet prodhuesi më i madh i naftës me 12 milion fuqi në ditë, kurse atje ke njerëz të cilët lipin për bukë. Kjo është për arsye se shteti i cili quhen veten shtet islam ka devijuar prej porosive të Allahu xhaleshanu. Askushi nuk mundet ta mendojë dhe ta kuptojë këtë gjë ndryshe vetëm se largim prej udhëzimeve të Allahut xhaleshanu. Prandaj përderisa muslimanët do të miren me ëndra, me thashethana, do të jenë aty ku janë. Kur'anin e kanë në mesveti, deklarojmë se i besojmë, por nuk punojmë sipas atij. Të tjerët nuk i besojnë Kur'anit, por udhëzimet kuranore i kanë marrur dhe kanë arritur aty ku i shohim dhe u kemi zili i sot në të gjitha aspektet pozitive, pasi që edhe ato si shoqëri kanë problemet e veta. Prandaj porosia e Allahu xhaleshanu u xhamatin nderuar është: o ju njerëz, o ju musliman, o ju besimtar, në rast se më besoni mua si Zot, si krijuesin tuaj, në mesin tuaj e keni Kur'anin, i cili është udhërofies për ju, i cili është shpëtimtar për ju. Muslimanët, gjeneratat e para e kishin kuptuar këtë dhe në vitin 100 të hijretit e arritën ata të cilën e përmendëm në kohën e Omer ibn Abdul Azizit, ndërtuan një shtet të fuqishëm i cili shtrihej në Azi dhe në Afrikë dhe nuk kishte asnjë fukara i cili e meritonte zekatin. Kjo është fal këtyre dy komponenteve, drejtësisë një dhe solidaritetit shoqëror di, të cilat parime janë në Kur'anin famullar, të cilat parime muslimanët e parë kishin kuptuar dhe i praktikuan, të cilat parime muslimanët e sodit dhe disa viteve më parë i kanë haruar, i kanë anashkaluar dhe janë aty ku janë. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fa ya fawzal mustaghfirin istaghfiruhu yaghfir lakum. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban kama amar. والصلاة والسلام على خير نبي أرسل. اعلموا عباد الله أن الله قد أمركم بأمر عظيم بدأ بنفسه ثم ثنى بملائكة قدسه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.